Kryetar, dashur kolegë deputet, të nderuar qytetarë. Buxheti që ne votuam javën e shkuar nuk është thjesht një dokument financiar. Është pasqyra më e mirë e një Shqipërie që po ndryshon me ritme të jashtëzakonshme. Fal një qeverisje vizionare, reformuese e me sy drejt së ardhmes. Kjo javë ishte një copës nga ardhmja jonë e vitit 2030. Shqipëria sapo shënoi një arritje historike, hapjen e të gjithë grup kapitujve të negociatave me Bashkimin Evropian. Ashtu siç e tha me shumë drejt kryeministri, kjo është një arritje rekord absolute në integrimet evropiane. Brenda vetëm 12 muajsh bëm realitet atë që për dekada është parë si e pamundur. Ky është një mesazh i qartë. Shqipëria është serioze, e vendosur dhe plotësisht e aftë të mbyll negociatat brenda vitit 2027 dhe të realizojmë objektivin ton historik, antarësimin në Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst, buxheti i cili votuam është instrumenti që e çon këtë dinamik përpara. Është një buxhet që përkthehet për ditë në rezultate konkrete. Një ekonomi që rritet vit pas viti. Pensione që rriten si mirënjohje për ata që ndërtuan këtë vend. Paga minimale që rriten që të mos lëm askënd pas. Paga në sektorin privat që rriten duke bërë punën më të shpërblyer. Investime të brendshme dhe të huaja që rriten sepse besimi në Shqipëri sot është më i lartë se kurrë. Mbështetje sociale që rritet që të mos ketë asnjë familje pa dorën e shtetit. Institucione që modernizohen dhe demokratizohen për të shërbyer qytetarëve me më shumë dinjitet dhe efikasitet. Prandaj, ky nuk është një buxhet abstrakt. Nuk është një buxhet për nesër. Nuk është një buxhet për një ditë tjetër. Ky është një buxhet për sot, për nevojat reale të qytetarëve, për sfidat e procesit të integrimit, për objektivin e vitit 2027, për momentin kur vendi kërkon përgjigje të shpejta, të drejta dhe të pritshme. Konkretisht, deri në fund mandatit do të akordohen 1.7 miliard euro, e që do shënojnë rritjen më të lartë pensioneve. Nga 1 janari, paga minimale do të rritet nga 400 e 500 euro. 1.8 miliard euro të parashikuara për investimet publike dhe më rëndësishmja, gjitha këto pa rritjen e taksave. Më lejoni tani ndalem tek ata cilët kam privilegjin t'i përfaqësoj me krenari, qytetarët e Elbasanit. Buxheti i vitit 2026 është një buxhet për ju, për një Elbasan që rritet, që modernizohet dhe që ecën me standardet e Europës. Një qytet më funksional, më të pastër dhe më të zhvilluar, si të gjithë ne e meritojmë. Çështja e bypassit, një plagë e hapur prej vitesh, do të marrë zgjidhje brenda vitit 2026. Ky është një zotim, një angazhim i qartë dhe një premtim që po e çojmë drejt finales. Por nuk do ndalemi vetëm këtu. Investimet në shkollat kryesore të qytetit, ndërhyrje në rrjetin e ujësiellës kanalizimeve dhe përmirësimet e infrastrukturës së brendshme do të jenë në qendër të punës tonë, të prekin çdo familje, çdo lagje, çdo komunitet. Dhe për te investimeve utilitare, Elbasani përfiton nga projekte strategjike, që e kthejnë bashkinë tonë në një pol të rëndësishëm të zhvillimit kombëtar. Vijon puna për ndërtimin e automotoparkut Elbasanit, një projekt inovativ që e vendos qytetin në hartën e aktiviteteve sportive dhe turistike bashkëkohore. Nis projekti i rivitalizimit Kalas, një investim që e kthen këtë pasuri historike në një qendër të turizmit për gjithë Shqipërinë. Dhe po ashtu, po bëjmë realitet projektin e ri transformues për zonën e metalurgjikut, duke prej dekadash në një motor modern të ekonomisë qytetit. Një zonë që do sjellë më shumë punësim, më shumë investime dhe më shumë mundësi për të rinjt. Ky është Elbasani i vitit 2026. Një qytet që jo vetëm përfiton nga investimet, por i kthehen ato në zhvillim të qëndrueshëm në mirëqenie për njerëzit e tij. Të dashur kolegë, detyrat që kemi përpara janë serioze e nuk ka më kohë për të humbur. Duhet përveshim mëngët me ritmin e një vendi që ka vendosur të bëjë histori. Siç e themi shpesh, buxheti nuk është një tufë numrash. Buxheti është vizion, ambicie dhe drejtim. Është reflektimi më i qartë i asaj se ku duam të shkojmë. Dhe sot
me 83 mandate që qytetarët na besuan për t'i çuar përpara reformat e këtij vendi, ne kemi një detyrim moral dhe politik të çojmë përpara vullnetin e tyre dhe ta çojmë Shqipërinë gur pas guri, hap pas hapi drejt ëndrrës madhe në anëtarësimin e Bashkimit Evropian. Faleminderit.